Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që në fakt mbrëm kanë tërhequr shumë vëmendjen e publikut. Pas përfundimit të spektaklit pati një diskutim shumë të zjarrt mes Gjestit edhe mes Jozit. Diskutimi nisi që në darkë, ku Jozi filloi që të përdorën atë gjuhën e tij të famshme kundër drejt Gjestit, por diskutimi vazhdoi më pas edhe në verandë. Gjesti nga darka u pozicionua në verandë dhe Jozi filloi duke ofenduar, u mundua që të denigron imazhin e tij dhe duke e quajtur një lojtar kot. Siç duket, Jozi e përjetoi shumë keq këtë pjesën që nuk u përzgjodh për të qenë në finale, domethënë si banor, sepse unë kam thënë që të gjithë banorët luftojnë për të qenë në finale dhe filluan që të grinden jashtë në shtëpinë e Big Brotherit. Jozi po bënte pashajin nga pozicioni ku ishte ulur dhe Loredana ishte ajo që shkonte tek Gjesti të afrohet për të munduar ta denigroj dhe ta ofendoj lojën e tij dhe mënyrën se si Gjesti ka përzgjedhur që të jetë në këtë lojë. E vetmja armë që banorët përzgjedhin në momentin që grinden me Gjestin apo diskutojnë me Gjestin apo luajnë me Gjestin është se ti e godite të dashurën tënde Eglin, ti ja shkatrove lojën Eglit, ti ja shkatrove jetën Eglit, ti e mërzite Eglin. Domethënë janë këto arsyetimet, le të themi, që banorët japin brenda kësaj shtëpie. Dhe në këtë rast ishte Jozi mbrëm që po grindej non stop me Gjestin, që në fakt kjo grindja ka vazhduar, le të themi, deri në orën 3 të mëngjesit. Në këtë rast, Egli, e quaj që është luanesha e shtëpisë, ka luftuar pafund që mos ta lërë mbrëm Gjestin të vetëm, edhe pse qëllimi i Jozit dhe Loredanës ishte ky, që nga diskutimi që bënin ato të dy, nga zdënka që bënin ato të dy, të fusin në grindje Eglin edhe Gjestin, të fusin në diskutim Eglin edhe Gjestin. Dhe kjo nuk arriti që të bëhet, një moment pati një lloj diskutimi, por unë e vërejta që Egli u tërhoq, sepse është shumë e zgjuar dhe nuk ishte ndikuar nga momenti, nga që Egli ka një pasqyrë të qartë të informacionit nga jashtë, edhe u tërhoq nga situata dhe non stop i ktheheshte Jozit. Egli u munduaj që ta godet ashpër Jozin, sepse Jozi po godiste Gjestin non stop. Tani, Jozi ose bën këtë gjën që të del në prime kok më kok me Gjestin dhe të kenë diskutim dhe do mendon që nga diskutimi i tij që do bën do të përzgjidhet si një ndër banorët për finalistin e parë, ose bën këtë pikën që në fund të ditës Aldo edhe Jozi unë dyshoj se brenda vetes së tyre ka një urrejtje të madhe për Gjestin, sepse fjalët të cilat përdoren kundërdrejt Gjestit janë ofendime të tipit ti e fëmijaç, ti e personazh pa shtyllë kurrizore, ti nuk din të lexosh, ti nuk din të shkruash, ti nuk din të flasësh, ti je i prapambetur. Domethënë, raste të këtilla që në fakt e bëjnë Gjestin që ta uren veten në një thelb, po në fund të ditës Gjesti nuk e uren veten sepse është banor goxha i fuqishëm. Do thënë diskutimi vazhdoi shumë gjatë teksa Jozi po e nxirrte edhe në personal edhe në inat, por edhe po ofendonte, por Egli domethënë ka hyrë me një super fuqi që e bën situatën që Gjesti të jetë të del nga këto ngjarje, se duhet ta kuptoni është 6 muaj brenda dhe Gjesti po futet në depresion në Big Brother dhe nuk është i kapshëm për të gjitha situatat, sepse ju vetë po të kishit qenë 6 muaj, imagjinoni të izoluar, si do e kishit përballuar jo me Gjesti. Dua të marr mendimin tuaj për këtë diskutim që ndodhi natën e mbrëmshme. Shkruani në komentet në vazhdim.